Hospitality Albania është projekti i investimit i cili synon ripërdorimin dhe modernizimin e rezidencave qeveritare, duke i kthyer ato në destinacione ekskluzive dhe tërheqëse për turizmin elitar dhe pritjen e personaliteteve të rëndësishme. Përmes një konkursi ndërkombëtar, Agjencia e Korporatës Shqiptare të Investimeve synon modernizimin e rezidencave qeveritare në funksion të turizmit. Procedura konkurruese ndërkombëtare për realizimin e projektit të investimit Hospitality Albania zhvillohet nëpërmjet dy fazave, faza e kualifikimit dhe faza e përzgjedhjes. Sot në një event të posaçëm ku ishte i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama, 7 finalistët e fazës së dytë, përfaqësues të studiove prestigjioze arkitekturore, prezantuan përpara një jurie ndërkombëtare projektet e tyre për rimëkëmbjen dhe modernizimin e rezidencave qeveritare, nga strukturat të amortizuara me kosto të lartë mirëmbajtjeje në destinacione ekskluzive dhe tërheqëse për turizmin elitar dhe pritjen e personaliteteve të rëndësishme. Rama tha se po zhvillojmë një infrastrukturë të re financiare për shtetin. Sot ne hapim një tjetër nga kapitujt e punës të Korporatës Shqiptare të Investimeve, kapitulli i cili ka të bëjë me rrjetin e rezidencave të dikushme qeveritare, të cilat prej shumë kohësh kanë mbetur në një limbo si rezultat i mos përdorimit të tyre për shkak të humbjes funksionit faktikisht. Dhe eksperienca e dy rezidencave këtu në Tiranë, që tani më janë transformuar njëra në një shtëpi pritjeje të shtetit shqiptar për personalitete të fushave të ndryshme dhe tjetra në një qendër për artistë të rinj nga gjithë bota në bashkëpunim me fondacionin e njohur francez Art Explora, na kanë treguar që kjo është rruga për t'i kthyer këto asete në funksione me interes publik dhe nga ana tjetër për t'i rijetëzuar duke e futur shtetin si partner dhe duke i dhënë mundësi sipërmarrjes që i transformojë në burim të ardhurash. Dhe ky është rasti i dy projekteve për cilat bëhet konkursi i sotëm. Njëri për vilën e udhëheqësit dhe diktatorit shqiptar në Vlorë dhe tjetri për një tjetër rezidencë qeveritare në zonën e Peripojës.